Dashi. Dhjetori për dashin është si një zjarr që digjet pas një dritareje të ngrirë. Energjia juaj mbetet e fuqishme, por filtrohet nga një vetëdije e re dhe e nevojshme. Në këto parashikime mujore, ritmi juaj nuk është më ai një gare të verbër, por ai një hap i vendimtar dhe strategjik. Horoskopi ju fton të zgjidhni betejat tuaja me kujdes, të mbroni vetëm atë që ka rëndësi dhe të hiqni dorë nga të tepërtat. Ky nuk është momenti për të tërhequr, por për të mësuar ta përdorni forcën tuaj si një të lëmuar dhe të saktë, jo më si një shpërthim i pakontrolluar. Udhërrëfyesi juaj astrologjik ju sugjeron të vëzhgoni me kujdes dinamikën e marrëdhënieve tuaja, sfidat tuaja në punë dhe momentet tuaja të vetmisë. Çdo bashkëveprim, çdo zgjedhje bëhet një hap themelor në ndërtimin e një versioni më të pjekur të vetes. Pyetja kryesore që do t'i bëni vetes është, apo e investoj vërtet energjinë time në drejtimin që dëshiroj? Ky reflektim i sinqert do të jetë drita juaj udhërrëfyese gjatë gjithë muajit. Dashuria. Në dashuri, dhjetori sjell energji intensive dhe sqaruese në marrëdhëniet romantike për shenjën e dashit. Nëse jeni në një lidhje, mund të shfaqen shumë fjalë të pathënë, jo për të krijuar konflikt, por për të rivendosur autenticitetin. Klima emocionale është ajo e një dhome me ndriçim të zbeth, një gjest ose një fjalë është e mjaftueshme për të ndezur një dritë të re. Marrëdhëniet tuaja romantike kanë nevojë për të vërtetën, gjestet konkrete, premtimet që nuk janë vetëm fjalë, por plane të përbashkëta. Zemra kërkon besnikëri, por gjithashtu ju pyet, sa besnik jeni ndaj vetes? Nëse jeni beqar, këto parashikime mujore sugjerojnë takime që nuk do të jenë të parëndësishme. Nuk është aq shumë numri i njerëzve që mund të takoni, por cilësia e shkëmbimeve që bën diferencën. Mund të bini në sy nga dikush që pasqyron diçka tek ju që nuk e keni konsideruar kurrë, një brishtësi, një talent, një dëshirë të fshehur. Horoskopi i këtij muaji sugjeron të mos e kërkoni dashurinë si një trofe që duhet pushtuar, por si një dialog që duhet ndërtuar ngadalë. Pyeteni veten, a jeni gati të mirëprisni ditë në jetën tuaj, pa pasur nevojë të provoni vazhdimisht vlerën tuaj? Për ata që janë në marrëdhënie të ndërlikuara ose në pritje, dhjetori është muaji i qartësisë së brendshme. Nuk është e nevojshme të vendosni për gjithçka menjëherë, por është e rëndësishme të shihni qartë. Udhëzimi juaj astrologjik ju nxit të dalloni midis asaj që ju ushqen dhe asaj që ju konsumon. Një këshill praktike, kushtojini momente heshtjeje vetëm vetes, ndoshta me një ditar ose një shëtitje të vetmuar. Në ato momente do të kuptoni se cilën këshill astrologjike duhet të ndiqni, të vazhdoni, të transformoheni ose të lini pas dore. Në dashuri, veprimi kryesor këtë muaj është ky, ngadalsoni dhe dëgjoni. Marrëdhëniet dashurore të dashit mund të bëhen më të thella, më të pjekura dhe më autentike nëse zgjidhni të dëgjoni me zemrën tuaj, jo vetëm të reagoni impulsivisht. Shëndeti. Në aspektin shëndetësor, dhjetori ju fton të rizbuloni energjinë dhe vitalitetin pozitiv përmes një ekuilibri të ri midis veprimit dhe pushimit. Temperamenti juaj tenton të shpenzojë shpejt burimet, por këto parashikime mujore ju kujtojnë se trupi juaj nuk është një motor që duhet ta shtyni në maksimum gjatë gjithë kohës. Ekuilibri mendje-trup bëhet fjala kyçe këtë muaj, veçanërisht nëse po vini pas periudhave intensive dhe të ngarkuara me përgjegjësi. Horoskopi i këtij muaji sugjeron t'i kushtoni vëmendje shenjave delikate, tensionit muskulor, modeleve të çrregullta të gjumit, vështirësisë në shkputjen mendore. Nuk ka të bëjë me alarmimin, por me sjelljen e kujdesit dhe pranisë më të madhe ndaj ndjenjave tuaja. Harmonia juaj e brendshme mund të rritet përmes ritualeve të vogla ditore, një mëngjes më i relaksuar, një shëtitje jashtë edhe nëse është ftohtë, disa ushtrime frymëmarrjeje para gjumit. Këto janë gjeste të thjeshta, por të përsëritura çdo ditë, ato bëhen një udhëzues i vërtet astrologjik për shëndetin tuaj. Këto parashikime mujore ju ftojnë të merrni në konsiderat shëndetin tuaj emocional, si dhe atë fizik. Ku e fshini zemërimin e pashprehur? Ku e mbani trishtimin? Dhjetori mund të jetë koha e duhur për t'i lejuar vetes të ndjeni vërtet, pa i gjykuar veten. Të flasësh për këtë me një person të besuar, ose të shkruash ndjenjat e tua, mund ta transformoj peshën në lëvizje, tensionin në vetdije. Këshilla praktike për dashin është e qartë, mbrojeni vitalitetin tuaj me zgjedhje të sjellshme. Flini pak më shumë, qëndroni të hidratuar, krijoni hapësira heshtjeje ku ekuilibri mendje-trup mund të rikthehet.
Energjia pozitive do të kthehet më e qëndrueshme nëse ndaloni së detyruari veten dhe filloni të bashkëpunoni me ritmet natyrore të trupit tuaj. Karriera. Në punë, dhjetori 2025 hap një kapitull të rëndësishëm për suksesin profesional të shenjës së dashit. Nuk është domosdoshmërisht një muaj me fishek zjarre spektakolare, por është një kohë për të përcaktuar drejtimet, aleancat dhe qëllimet e ardhshme. Parashikimi juaj mujor përshkruan një pamje ku vendosmëria dhe qartësia mund t'ju çojnë larg, nëse jeni të gatshëm të planifikoni seriozisht dhe jo vetëm të veproni sipas instinktit. Këshilla praktike për dashin është e qartë: mbrojeni vitalitetin tuaj me zgjedhje të sjellshme. Flini pak më shumë, qëndroni të hidratuar, krijoni hapësira heshtjeje ku ekuilibri mendje-trup mund të rikthehet. Energjia pozitive do të kthehet më e qëndrueshme nëse ndaloni së detyruari veten dhe filloni të bashkëpunoni me ritmet natyrore të trupit tuaj. Karriera. Në punë, dhjetori 2025 hap një kapitull të rëndësishëm për suksesin profesional të shenjës së dashit. Nuk është domosdoshmërisht një muaj me fishek zjarre spektakolare, por është një kohë për të përcaktuar drejtimet, aleancat dhe qëllimet e ardhshme. Parashikimi juaj mujor përshkruan një pamje ku vendosmëria dhe qartësia mund t'ju çojnë larg, nëse jeni të gatshëm të planifikoni seriozisht dhe jo vetëm të veproni sipas instinktit. Këshilla praktike për dashin është e qartë: mbrojeni vitalitetin tuaj me zgjedhje të sjellshme. Flini pak më shumë, qëndroni të hidratuar, krijoni hapësira heshtjeje ku ekuilibri mendje-trup mund të rikthehet. Energjia pozitive do të kthehet më e qëndrueshme nëse ndaloni së detyruari veten dhe filloni të bashkëpunoni me ritmet natyrore të trupit tuaj. Karriera. Në punë, dhjetori 2025 hap një kapitull të rëndësishëm për suksesin profesional të shenjës së dashit. Nuk është domosdoshmërisht një muaj me fishek zjarre spektakolare, por është një kohë për të përcaktuar drejtimet, aleancat dhe qëllimet e ardhshme. Parashikimi juaj mujor përshkruan një pamje ku vendosmëria dhe qartësia mund t'ju çojnë larg, nëse jeni të gatshëm të planifikoni seriozisht dhe jo vetëm të veproni sipas instinktit. Horoskopi i këtij muaji flet për njohje të mundshme për atë që keni arritur gjatë vitit, por edhe për përgjegjësi të reja. Mund të ndiheni të ndarë midis dëshirës për të pohuar veten dhe lodhjes së akumuluar. Këtu hyn në lojë këshilla juaj e brendshme e zodiakut: mësoni të delegoni, kërkoni mbështetje dhe mos doni të kontrolloni gjithçka. Fuqia e vërtetë për ju do të jetë të dini se ku ta investoni energjinë tuaj dhe ku, në vend të kësaj, të bëni një hap prapa. Nëse jeni duke kërkuar mundësi të reja, këto parashikime mujore tregojnë se dhjetori është i favorshëm për kontakte, aplikime dhe intervista, por vetëm nëse e prezantoni veten qartë dhe autentikisht. Është koha e duhur për të përditësuar çmën tuaj, për të riorganizuar portofolin tuaj dhe për të punuar në imazhin tuaj profesional. Pyeteni veten: çfarë historie tregon rruga ime e karrierës? A është ajo që dua të tregoj në vitin 2026? Ky reflektim mund t'ju udhëheqë në marrjen e vendimeve më të rëndësishme. Për ata që kanë një biznes të vetpunësuar ose një projekt personal, udhëzuesi astrologjik i këtij muaji rekomandon konsolidimin. Nuk ka nevojë të ndiqni 1000 ide njëherësh, zgjidhni 2 ose 3 ide vërtet të rëndësishme dhe kushtojini vëmendjen tuaj të plotë atyre. Suksesi profesional i dashit në dhjetor rrjedh nga aftësia për të kombinuar pasionin dhe strategjinë, guximin dhe durimin. Parashikimi financiar për muajin e dashit. Në aspektin ekonomik, parashikimi financiar për muajin e dashit flet për një ndërgjegjësim më të madh në menaxhimin e parave. Nuk është domosdoshmërisht një muaj me fitime ose humbje të mëdha, por një kohë ribalancimi. Horoskopi mujor ju fton të shikoni me ndershmëri të ardhurat dhe shpenzimet tuaja, të ndaloni së shtyri vendimet e rëndësishme dhe të pyesni veten: a pasqyron vërtet mënyra se si shpenzoj atë që është e rëndësishme për mua? Këto parashikime mujore sugjerojnë që mund të keni mundësinë të rishqyrtoni kontratat, marrëveshjet, abonimet dhe investimet. Edhe një ndryshim i vogël, si heqja dorë nga shpenzimet impulsive ose planifikimi i blerjeve tuaja më me kujdes, mund t'ju jap një ndjesë stabiliteti më të madh. Mos harroni, për dashin, paratë shpesh shoqërohen me lirinë e veprimit. Sa më të organizuar të jeni në menaxhimin e tyre, aq më të lirë do të ndiheni për të marrë rreziqe kur të lindë mundësia e duhur. Udhëzuesi juaj astrologjik ju këshillon t'i lidhni paratë me një projekt konkret, një kurs trajnimi, një udhëtim në të ardhmen, një investim në mjet e pune.
Në këtë mënyrë, çdo euro e shpenzuar ose e kursyer nuk do të jetë thjesht një shifër, por një hap drejt një qëllimi të vërtetë. Këshilla astrologjike për ju është e thjeshtë, pa alarmizëm, por shumë disiplinë, pa teprime, por zgjedhje të qarta dhe të qëndrueshme. Mesazhi kryesor është ky: parashikimi financiar për muajin e dashit tregon se mund të krijoni më shumë siguri jo vetëm duke fituar më shumë, por duke mësuar të menaxhoni më mirë atë që keni. Qëllimi juaj i muajit. Për dashin, qëllimi për dhjetorin 2025 është të bëjë zgjedhje të vetëdijshme. Qoftë dashuria, puna, shëndeti apo paratë, parashikimi juaj mujor ju kërkon të mos veproni automatikisht, por të ndaleni për një moment para se të vendosni. A e dëshironi vërtet këtë marrëdhënie? A e dëshironi vërtet këtë projekt? A e dëshironi vërtet këtë shpenzim? Horoskopi i këtij muaji ju fton ta mbyllni vitin me një gest simbolik. Eliminoni diçka që nuk ju përfaqëson më dhe bëni vend për atë që dëshironi vërtet. Mund të jetë një zakon, një objekt, një premtim që i keni bërë vetes, por që nuk e keni mbajtur kurrë. Këshillat tuaja të zodiakut mund të përmblidhen kështu: më pak kaos, më shumë qëllim. Përfundojeni muajin me një notë të lartë duke kujtuar se zjarri juaj nuk duhet të digjet kudo, por të ndriçojë atë që doni. Dhjetori mund të bëhet muaji në të cilin do të mësoni të drejtoni forcën tuaj, duke e transformuar impulsin në zgjedhje, nxitimin në vendim të vetëdijshëm.